Ju po i bëni thirrje presidentin që të shpall. Po le të shpall more? Jo, le të shpall, edhe për t'i bërë thirrje është tjetër gjë. Jo vetë po i bëj thirrje publike, që është i bëj thirrje publike. Nëse mban vlerësimi i tij në bazë të kushtetutës në 122-123. Si janë 3 raste kur shpallet gjendje luftës. Kemi shpjeguar. Rasti i parë është nëse ka rrezik potencial paralajmëruar, rrezik potencial të vlerësuar që cenohet sovraniteti dhe integriteti i shtetit, nëse shteti është drejt për drejt i sulmuar nga një shtet tjetër, dhe nëse shteti i shpallet gjendje lufte. Këto janë 3 momentet kur duhet shpallet gjendje luftës. Në situatën si që jemi ne që s'ka parlament funksional, kompetenca e detyruar, e detyrimore është e Ivanovit, që me këtë rethana, a i vlerëson... Dhe të ndodhë, qka, zëtë Gjaferi, dhe të ndodhë, qka? E pa lene mërsaj e din që nuk e nuk bënd, e din që nuk është këtë gjendje, kujt i shpall luftaj?